Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro dhe Ministri për Pushtetin Vendor Arbian Mazniku dhanë mesazhe të rëndësishme për sezonin veror në kuadër të mbledhjes së Task Force-s së Turizmit dhe Këshillit Konsultativ Qeveri Vendore Veçeverisje Vendore. Kumbaro tregoi planin e masave për Bregdetin, duke sqaruar se dyfishimi i hapësirave publike sjell edhe më shumë përgjegjësi për bashkitë në procesin e pastrimit. Për këtë arsye, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit edhe këtë vit do të mbështesë bashkitë bregdetare me forca të shtuara në kapacitetet e pastrimit. Në qoftë se të gjithë sektorët e të gjitha bashkive, që nga Shkodra, Puka, Tropoja, Deke, Memalia, Hidropulli, Erseka e Meradh, janë të gjitha të përfshira në këtë problematik. Piku i sezonit ka filluar tashmë, nuk e presim të vi. Duke qenë se kemi një grumbullim shumë të madh të flukseve turistike në vijën bregdetare, krahasuar me pjesën tjetër, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit në bashkëpunim me të 12 bashkitë bregdetare dhe duke qenë se kemi shtuar me hartën e KKT-s të miratuar në KKT vendet e miratuara për aktivitete plazhi apo aktivitete turistike ujore, përfshi dhe lumin e Shalës, përfshi dhe lumin e Vjosës dhe disa pika tjera lumore. Ka mbaruar lista e plazheve, përcaktimi e hartave, miratimi i tyre që në vitin e kaluar. Kumbaro u bëri thirrje bashkive që të mos neglizhojnë asnjë ankesë të qytetarëve teksa paralajmëroi kontrolle në terren gjatë gjithë pikut të sezonit veror. Për t'ju ardhur në ndihmë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit edhe si vjet do të vazhdojë me operacionin plazhe të pastra, duke shtuar numrin e bashkive, të cilat përfitojnë nga dyfishimi i mjeteve, forcave dhe operatorëve. Monitorimi në terren do të jetë njësoj për të gjitha bashkitë. Parashikojmë që do të jetë ndoshta detyra më e vështirë që kemi dhe kërkoj sensibilizimin e të gjithë aktorëve edhe për një arsye tjetër. Nuk është një gjë që mund ta bëj vetëm bashkia. Shumë kollaj thuash e ka bashkia për detyrë. Bashkia kapacitetet i ka të kufizuara. Edhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit që futet vetëm në pjesën e plazheve. Prap nuk ka ushtrim me mira njerëz. Janë operatorë të cilët në një moment saktuar i kanë të kufizuar. Në qoftë se ne nuk jemi të gjithë në territor për sensibilizim, në qoftë se nuk jemi të gjithë për koordinim dhe për alertim, unë e kam bërë dhe do vazhdoj të jem kjo call centeri që mbledh gjithë plerat e Shqipërisë, se zbrazen ke telefoni im, dhe ka një arsye sepse shpeshherë përgjigjet më shpejt një ministër që merr pastaj kryetarin e bashkisë përkatëse se sa i përgjigjet punonjësi i mirëmbajtjes së komunale së bashkisë X apo Y në territor. Në ka një fjali që duhet ta heqim krejt të gjithë nga fjalori këtë sezon, është këtë nuk e kam unë. Ndërkohë, Ministri Mazniku e vuri theksin në vlerën ekonomike që turizmi sjell për bashki duke vënë theksin tek aspekti ekonomik. Vitin që kaloi turistët shpenzuan në Shqipëri diku pak më shumë se 5.5 miliardë euro. Prej këtyre, rreth 30% e këtyre parave shkuan për shërbime, kryesisht bare, restorante. Ndaj dhe është shumë rëndësishme që bashkitë jenë të fokusuara në maksimum në mundshëm tek ky funksion. Si vjet për herë të parë, menaxhimi i plazheve do të bëhet nga bashkitë me një skemë të re që qeveria ka futur për të shmangur abuzimet me hapësirat publike dhe çmimet.